rregull. S'po rreshtojmë dot as mendime. Pse sillesh sikur je besnike, kur je 85% tjenzare? A Security. Te 85% tjenzare. Bravo edhe për cilësit matematikë, se i paske llogaritur mirë, vetëm 15%. 85% tjenzare. Nuk e di ku është parë... Unë di me ta ceki rast. Po, ma Me mu. thonë. Ajo biseda që kemi pas atje, që A, tje... du koka ka. Që the konfuz ato që për mene. Po. Jo, aty s'jam treguar fare tjenzare. Aty kam patur një bisedë me Benitën, e cila po më pyeste çfarë kishim biseduar dhe i kam thënë nuk mund ta tregoj atë bisedë, pse e kam bërë me Klodin dhe nuk më takon të ta tregoj, por mund të them vetëm kaq që mu duk i lëkundur. Pra, në këtë pikë jam treguar shumë besnike dhe as pak tjenzare. Thash, mos, adin. Jo, jo. Atëherë, Realisht, publika është unë ndryshe. jo, është një person, nuk është mendimi i gjithë publikut dhe unë këtë e kuptoj, por 85% tjenzare nuk e pranoj. Kam qenë shumë realiste me shumë banor dhe gjërat që kam thënë në për ambientet të ndryshme të shtëpisë, ku një person nuk ka qenë prezent, kanë qenë gjëra që ja kam thënë dhe personit, nuk është se ja kam mbajtur fshehur. Në gjithë rrugtimin tim nuk më mbaj mend që të kem bërë ndonjë gjë me Tinës, kështu që them që është një pyetje që nuk qëndron. Unë s'kam replikë. Okej, unë... Jo, absolutisht nuk qëndron.